Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Mirë se u rikthyet në këtë transmetim. Do kollitesh edhe një herë? Në këtë trans. Atëherë Kolo, me timi s'na ka ardhur akoma. Jemi tek 10 gjërat e summitit që nuk u 10 lajme. Po. Sigurisht, gjithmonë. 10 lajmet e summitit që nuk ja tha njeri sepse i mbajtën të fshehura, por ja që dua themi neve. Lajmi i parë, Blerina do fillosh ti me të parën? Shikoj, di çka ndodhur në këtë summit që askush nuk na ka thënë. Flitet që të gjitha ushqimet në event u shërbyen në formën e kokës së KM. Nuk ka nevojë ta them fare se kush është KM. Dhe na lër të imagjinojmë se çfarë kanë ngrënë, sepse tashmë është bërë modë që bën një ndërtesë e bën me kokën e kryeministrit, bën një burrbore e bën me kokën e kryeministrit, lyen makinën e lyen me kokën e kryeministrit. Këta kanë bërë ushqime me kokën e kryeministrit. Thuhet që gjithmonë duke qëndruar tek pjesa e cateringut, kryeministri thonë që në summit kanë ngrënë, është fryrë, hëngri sa për dy thonë. Zërat e ligjit thonë që mbante poshtë lekur, mbante poshtë xhubletës Alex Sorosin. Me xhubletë? Po sigurisht, sepse ky i ndoqi me xhublet punimet. No, ato të mbyllurat për mediat, i ndoqi me xhublet për të hapur një trend të ri në Europë. Shif, kur të shohim të gjithë pjesëtarët e delegacionit të dalin me një xhublet nga avionët. Mendohet dhe flitet gjithashtu që në vend të Derkucit me moll, kryeministri shërbeu një nga bashkëpunëtorët e tij në shënjestrën e SPAK, një nga këta që përflitet që do t'u vi radha shpejt, me moll në gojë. Ke parasysh kur të vjen ai Derkuci? Po, dhe unë po imagjinoj se kush mund të jetë ai iniciale? T? I fillon me T. Me T i fillon. Po, nuk e di, thonë që është në shënjestrën e SPAK-ut. Ashtu da. Prandaj ky nxorri me moll në gojë në summit. Shqipëria u zgjosi vendi summitit sepse presidenti i Komisionit Evropian ka në plan të hyjë në BBV5. Në BMV5. Në BBV5 dhe po bën audicionet. Ka vendosur të fusi mik atë me moll në gojë. Përflitet gjithashtu që fjalkalimi i Wi-Fi-t të summitit ishte me not në Bruksel, por asnjë nuk e mbajti mend dhe lan lesht në roaming. Meloni gjithmonë për summitin flasim, Meloni mbylli derën e hotelit me dryg, sepse tërë burrat e summitit shkonin për të kërkuar shampo dhe balsam flokësh. Përflitet që KM Rama hodhi short me një letër me vrim, me gisht. Secili nga liderët evropian do të flinte me të në surrel. Për të kursyer nga buxheti i shtetit sigurisht. Patjetër. Për çfarë tjetër? Harxojnë për hotele, po ja kam shtëpi plot unë atje. E kam në tunel. Pas drekës së hapjes u bë një gara fort karaoke me muzikë ungjillore amerikane gospel. Dhe duhet thënë që këtë karaoke në summitit e përshëndeti edhe një grup polifonik nga Futolishti dhe Tragjasi, dy qendrat e mëdha të rezistencës antiqeveri. Edhe kryeministri besoi u tregoi atyre që ja kush janë qytetarët tan model, këta që të qajnë ditën dhe të votojnë natën, ë? Po, apo kanë qarë natën dhe kanë votuar ditën. Nuk e di, një nga këto të dyja. Shiko, ai që të urrente do. Po, do themi të vërtetën. Pra, o e urrente Futolishti Ramën ose urrente dhe tak. Të urrejnë, po votën. As nuk e rahu se janë të përparuar, thjesht e votoi. Po megjithatë nga kjo dhjetëje po kuptoj që ka bërë një qef i papar në summit. Po summitet janë qef i madh. Po pra. Pse vjen në Shqipëri ata? Sepse është jashtë BE-s, mund të bëjnë qefe që su lejohet në BE. Mendohet gjithashtu që liderëve ju ofrua si argëtim qitje. Me pjatel. E ke parasysh ato? Me pjatel. Po. Pjatat që hidhen ajër dhe ata i shtin, por në vend të pjatave, kryeministri u hidhte në ajër patronazhistët. Përflitet që Meloni mori 2 dhoma, një për vete, një për sozinë vet, të cilën e nxjerr gjithmonë një 20 minuta përpara se di që do të dalë Rama diku që ta puthi nga mrapa. Pra ka marrë një sozi vetëm për të pritur avancat e kryeministrit tonë nëpër korridoret e summitit. Apo ajo nuk e di çfarë fati ka. Duhet thënë që edhe sozia Melonit thuhet që mori 2 dhoma edhe ajo, sepse sozia Melonit mori një sozi të vetëm, sepse nuk i mban dot për qafimet e Ramës dhe e ndan me sozinë vet. S'ka njeri që merr për sipër do. Pra sozia ka marrë dhe i shkreti kryeministri në disa raste ka përqafuar sozinë e sozisë së Melonit.
Kryeministri britanik. Apo presi s'ka mbaruar me sozitun. Mori Meloni një sozi që mori një sozi? Edhe kjo mori numrin e spaqatorit kryeministrisë sepse nuk e përballonte dot pa kërpudha, halucinogene, gjitha të përqafim dhe puthje nga ana e kryeministrit shqiptar. Sa ajo nuk ka parë radhët. Pra si më thënë, gjithë hoteli ishte vetëm me sozi me Meloni. Radhët me gratë që e shohin në dritë të syrit Skënderbeun ton, po ku e din ata. Ishte mbushur samiti me sozit Melonit, kryoni shifte cila është sa i kalon njëra këtej ku ditë tjetra këtej, sulu këtej, sulu ande. Këtë kape këtë lë. Flitet që kryeministri britanis i kërkoi presidentit ton BB zgjerim për Downing Street. Edhe i tha, o vlla, thuaj një laf të mirë ta hipit për mua. Më vjen mirë që samiti ishte kaq i ngushtë me hapësira, saqë presidenti i Shqipërisë nuk ishte vend për presidentin në samit. Më duhet të them edhe këtë tjetër Blerina që para samitit, liderët europianë kanë një zakon tani, që mblidhen gjithë në një dhomë të vogël, vënë në video Trumpin dhe e shajnë. 10 minuta, 10 minuta të sharjes. Po. E morti kështu, nxjerrin dufin, pastaj dalin dhe buzëqeshin para kamerave. Përflitet gjithashtu që liderëve të samitit ju shpërndan thas me dhurata, meqense kryeministrit ju gjendën thas të papërdorur në gjendje, nga ato që kishin tepruar nga shpërndarja për zgjedhje. Po, nga shpërndarja e kartë monedha e falso për zgjedhje. Ky kryeministri britanik e di që rastësisht i qelloi në pako një thes plot me prezervativ që i kishin tepruar tërmet peçit gjatë fushatës. Po në 100 kapi dot se ngelet në to thasët kur si shkundin mirë. Po, ngelet në 100. Ngelet në 100, në 200. Inshallah ka kapur ndonjë. Kto ishin 10 gjëra që juve nuk ju ia than për samitin e liderëve europian. Po sa të jemi ne këtu? Të zhvilluar në Tiranë, po kur thot Blerina kur na keni neve, çi doni lajmet e tjera. Do të rikthehemi mbas pak me leximin e librit për këtë javë. E kam sjell, e kam në trup Blerina, e kam kontrabanduar.